po, kemi disa, tash jemi në renovime, rregullimin e konvikteve, kemi në proces 2 konvikte Gëlqerosjen, dhe besoj që kemi me ja dalë deri në shtator. Unë këtë vit po presëm me fillu me 15 shtator, mbaret komplet nga rektorati për afatin e dytë. Nëse ja dalin ata deri me 3-4 shtator, na me 15 shtator fillojmë me gjithë, sepse vitin e kaluam nuk kemi mujt me 15 shtator, se kemi pritur afatin e dytë, por mos më dëmtua studentët cilët kanë aplikuar në afatin e dytë. Këtë vit investime, në këtë vit nuk do të ketë diçka për pas renovimeve. Në vitin tjetër presim investimet që janë për lora mesatare, që do të fillojnë konviktet e reja, 3 konviktet e reja, pastaj është pishina gjysmë olimpike, që do të bëhet është e mbulume, dhe renovimi gjitha objekteve ekzistuese në qendrën e studentëve. Sa është numri i studentëve që pranohen çdo vit, thuaj sa është i njëjtë apo? Është i njëjtë, tash është dikon është rreth 4000 studentë, çat kapaciteti kemi, pastaj me investimet e reja pritet 5000 gjithsej. Aplikues kemi 6000, dhe të thot 2000 studentë na mbesin çdo herë jashtë. Ne kemi me pikë ndryshme nga lartësia nota mesatare, 2 më shumë në familjes, kam pikë më shumë. E kështu me radhë kemi disa pikë.